Erdhja droni, ja? Shuna, erdhja droni. Fal. Zoti Gjekmarka, ju sa përfunduat edhe procesin e votimit dhe si drejtues politik i qarkut të Lezhës, Partia Demokratike ka patur disa incidente ku i fundit ishte edhe arrestimi i bashortit të Elda Hotit, kandidate për deputete. Cili është reagimi juaj në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Mirdit? Pikë së pari duhet të theksoj që sot është një ditë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Është një moment kyç ku qytetarët duhet marrin benefitet e demokracisë. Ata duhet votojnë lirisht, duhet jenë vigjilent, duhet jenë pjesëmarrës, sepse është shumë e rëndësishme që ata të kenë nesër Shqipërinë që dëshirojnë, një Shqipëri të ligjit, një Shqipëri me standarde europiane, një Shqipëri me rroga dhe pensione dinjitoze, një Shqipëri ku sundojnë njerëzit e ndershëm, ligji dhe jo bota e krimit. Unë sot kam me vete dhe tim e bie e cila nuk voton, por duhet ta edukoj me shenjtrinë e votës, sepse indiferenca është armiku më i madh i demokracisë, pjesëmarrja e përmirëson demokracinë, e bën më të mirë demokracinë shqiptare. Për sa i përket pyetjes tuaj, mendoj që organet shtetërore po na vendosin në një situatë parademokratike, para shtetërore gati, sepse duhet ishin ato garantët e procesit, dhe në vend që të merren me ata që cënojnë procesin, me shitblerësit e votës, merren me qytetarët që e mbrojnë atë. Në rastin konkret, Partia Demokratike dënon me forcë si një kurth politik, si një skenar politik dhe po evidenton gjithë pjesëmarrësit në këtë paligjshmëri për t'u drejtuar organeve kompetente. Çdo vonesë, çdo gabim, çdo keqdashje sigurisht që dëmton procesin. Shpresojmë që të jenë rastësore teknike, të rimarrin kohën e humbur, kohën që është humbur në hapje ta fitojnë në mbyllje, në mënyrë që askush mos të mbetet pa votuar. Përfitoj edhe një herë nga prezenca juaj e nderuar, ju falenderoj për punën e shkëlqyer që bëni duke qenë ndoshta aleat të vërtetës, me orë të tëra duke transmetuar, duke përcjellë çdo gjë. Të ftoj edhe një herë qytetarët e Kurbinit, të Lezhës, të Mirditës, të jenë masivisht në qendrat e votimit, të votojnë pa frikë, lirshëm, sepse e nesërmja do të jetë më e mirë për të gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.